Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit diplomatik në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Në prag të samitit BE Ballkani Perëndimor që do të mbahet më 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Pas takimit që do të ketë me kryeministrin Rama në mesditë mbahet edhe konferenca e përbashkët për shtyp. Vizita e presidentit të Këshillit të Evropës vjen në një kohë kur Brukseli po kërkon rezultate konkrete nga vendet kandidate, ndërsa Tirana synon që të mbyll negociatat dhe të ndarësohet në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kryeministri Edi Rama deklaroi se investimi në Zvërnet do të realizohet nga sipërmarrës nga Katari. Rama shpjegoi se nuk ka ende një projekt final dhe as studim mjedisor dhe se zona ku është parashikuar të realizohet ndërhyrja është e kategorisë të 5 që lejon ndërtimet. Ai garantoi se laguna nuk do të preket. Edhe në parlament, kreu Demokrat Sali Berisha, pas heshtjes 2 ditore për rastin, e cilësoi investimin ndër më seriozët që Shqipëria ka njohur në 13 vitet e fundit, por sipas tij, është Partia Socialiste që po tenton të pengojë realizimin e këtij projekti. Teksta fundjava në Zvërnes është shndruar në përplasje që sollojnë reagimin e opinionit publik dhe politikës. Pak javë para këtyre zhvillimeve, SPAK mësohet këtë nisur verifikimet mbi titujt e pronësisë në zonën ku është parashikuar të realizohet investimi për një resort turistik. Agjentët e BKE-s ushtruan disa kontrole në banesat dhe zyrat e personave që rezultojnë të jenë përfshirë në transaksionet me tokat në zonën e Zvërnecit. Ilir Meta lë sot përkohësisht qelin e burgut 313 në Tiranë për të shoqëruar drejt fshatit Çepa në Skrapar, ku do t'jap lamtomirën e fundit të atit Recep Meta. Drejtoria e Burgjeve dhe SPAK i ka dhënë leje ish presidentit të Republikës që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të atit në vendlindje. Baba ish presidentit Recep Meta ndroi jetë në moshën 83 vjeçare. Maturantët në të gjithë vendin i nënshtrohen sot provimit të parë të maturës shtetërore atij të gjuhës së huaj. Procesi zhvillohet në 144 qendra provimi, ku janë angazhuar 170 mbikëqyrës për të garantuar mbarvajtjen dhe korrekcinë e testimit. Në 16 qershor zhvillohet testi i matematikës, ndërsa më 23 qershor maturantët do t'i nënshtrohen provimit të fundit, atij me zgjedhje. Përballë mungesës të fuqisë punëtore vendaste, bizneset shqiptare po marrin gjithnjë më shumë punonjës tuaj, kryesisht nga Filipinet, India dhe Egjipti, por nga ana tjetër Shqipëria ka të regjistruar si punë kërkues 68.000 persona, ku një pjesë e konsiderueshme janë edhe me arsim të lartë.